Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime. Sot po ndaj me ju një nga tavat më të preferuarat për ne. Përgatitet lehtë, shija është e padiskutueshme dhe jam shumë e sigurt që pasi ta provoni do bëhet edhe e preferuara juaj. Nuk do ju marr shumë kohë pasi përgatitet mjaft lehtë. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në tigan do shtojmë 2 lugë vaj ulliri, jo më shumë pasi edhe mishi ka yndyrë. Do shtojmë bërxollat, mund të përdorni bërxolla deri, viçi ose fileto pule. Mund ta përgatisni me çfarë do lloj mishi që ju gjendet në shtëpi. Do t'i skuqim për pak minuta në të dy anët në zjarr të ngadalt, jo shumë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Çdo ditë postohet nga një recetë. Recetat e mia janë të thjeshta që mund t'i përgatisni në shtëpi, mjaft lehtë në kuzhinën tuaj, janë recetat të cilat unë i përgatis për familjen time dhe i ndaj me ju për t'ju dhënë një ide për vaktin e radhës. Pasi bërxollat i kemi skuqur pak të gjitha, i largojmë nga tigani, lëmë me një anë, ndërkohë po aty do të shtojmë rreth 5-6 speca, varet se sa të mëdha janë ato, dhe 2 qep të prera në copa të mëdha, pra në copa mesatare. Do t'i skuqim derisa të zbuten. Unë kam zgjedhur speca jeshile edhe të kuqe, por mund ta përgatisni me çfarëdo lloj specash që ju gjendet në shtëpi. Tani kanë dalë edhe specat në treg të reja dhe ka një shije vërtet fantastike dhe kjo tavë merr shije akoma edhe më të mirë. E mira do ishte t'i kishim në kopësht, por nuk i kemi, kështu që jemi falendërues që kemi edhe tregun me perime dhe fruta shumë të mira. Do vazhdojmë skuqjen edhe për pak dhe pasi janë gati, kështu siç e shihni në video, do shtojmë rreth 2-3 lugë salcë tomate, krip, rigon, piper të zi, specë të kuq dhe hudhër. Do ta përziem masën shumë mirë dhe do ta vendosim atë në tavën e pjekjes. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund ta shkruani atë në koment. Siç e shihni, pasi e përziejmë e vendosim në tavë, hapim shumë mirë në të gjithë tavën dhe do të shtojmë gjithashtu në sipërfaqe edhe mishin që larguam pak më parë nga tigani. Do shtojmë rreth gjysmë gote ujë, jo më shumë pasi specat është një perime e cila lëshon pak ujë gjatë pjekjes, pra mund ta shihni me sy vet, nuk ka nevojë për më shumë yndyrë se sa kaq, dhe tavën do ta pjekim në 200 gradë derisa të jetë gati, pjekja gjithmonë në varësi të sobës që keni. Ky është rezultati, shija është shumë e mirë, unë ju ftoj ta provoni dhe ta shijoni. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit!